Lidhja Demokratike e Gruas në Elbasan ka organizuar një aktivitet me pjesëmarrjen e koordinatorit të Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit. Fillimisht të pranishmit në teatrin Skampa i ka përshëndetur kryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas në Elbasan, Zheni Gjergji. Në fjalën e saj, ajo theksoi se gratë e Elbasanit do të jenë pjesë e ndryshimit dhe e fitores së Partisë Demokratike. Ne jemi këtu si gratë, nënat, bijat dhe motrat e këtij qyteti. Sot kjo sallë ka një aromë të veçantë. Kjo është aroma e gruas. Ju falenderoj. Dashur amike, që me gjithë angazhimet tuaja të shumta, familjare dhe profesionale, keni gjetur kohën të jeni sot këtu për të angazhuar dhe për të treguar forcën tuaj, forcën e gruas në vendimarrje. Secila nga ne mbart në vetvete krenarinë dhe ndershmërinë e një femne, ndjenjën e dashurisë, respektit dhe sakrificës për të ndryshuar jetët e çdo familje. Ndërkohë, koordinatori i Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit, ministri Arben Imami, në fjalën e marrë me këtë rast, u shpreh se gruaja është vlerë e madhe. Familja është vlerë e madhe e Partisë Demokratike, ndaj të gjithë së bashku. Nënvizoi ai, duhet të mbrojmë të ardhmen duke votuar edhe për një 4 vjeçar për Partinë Demokratike. Së pari duhet të falenderoj Forumin e Gruas Demokratike, lidhjen e Gruas Demokratike këtu në Elbasan dhe ato kombëtare, si për të evento dhe për gjithë mbështetjen dhe punën që kanë bërë vimësi për emancipimin e gruas në këtë vend, për emancipimin politik të gruas në këtë vend, për pjesëmarrjen e gruas si një individ pavarësisht nga gjinnia në politikën e vendit, në ndërtimin e këtij vendi, në zhvillimin e këtij vendi. Ai insert ishte ndërtuar i gjithë mbi funksionet bazë natyrore të njeriut. Funksione nga cilat ne nuk mund të shpëtojmë. Funksione mbi cilat ngrihet familja. Kjo vlerë e madhe, e cila është një vlerë themelore e Partisë Demokratike, për cilën ne kemi luftuar dhe do të luftojmë. Ku gratë janë shtylla e kësaj celule. Ndërsa kryetaria e Lidhjes Demokratike të Gruas Shqiptare, Albana Vokshi, u shpreh se ndjet e surprizuar nga gratë e Elbasanit. Vota juaj, tha ajo, do t'i bashkohet votës së gjithë grave të Shqipërisë që do të mbështesin Partinë Demokratike më 23 qershor, sepse vota e gruas ka qenë dhe do të jetë për Partinë Demokratike dhe më 23 qershor ëndra nuk do të mbetet përgjysëm. Ajo i ka ftuar gratë e Elbasanit që të trokasin derë më derë në mënyrë që, siç është shprehur kryeministri Berisha, fitoria e ka emrin grua. Në përfundim ka pasur edhe një koncert që ka mbyllur këtë takim.